një mëkat i rënd, një mëkat i dhimbshëm, i cili nuk ka qenë në këto troje, i cili nuk ka qenë në këto vende. Cili është ky mëkat? Këtij njeriu Allahu i ban haram xhenetin. Asnjëherë vetvrasja nuk mund të jetë zgjidhje. Këtij njeriu i mbyllet dera e xhenetit. Allahu këtij i ban haram xhenetin. A është zgjidhje një gjë e tillë? إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Falënderimi takon Allahu subhanahu wa ta'ala, atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet dhe selamet tona ja dërgojmë dashurit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre që e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të nderuar, nuk ka dyshim se secili prej nesh ka gabimet e tij, ka gjunahet e tij, ka gabimet që i ka bërë në jetën e tij, qofshin ato të mëdha apo të vogla, qofshin ato të hapura apo të mbyllura fshehtas. Mirë po secili prej nesh është gabimtar, secili prej nesh është gjunahçar. Njeriu muslimani në jetën e tij duhet të jetë shumë i kujdesshëm që mos të bie në gabime të mëdha, mos të bie në rreziqe të mëdha, të cilat pasojat e tyre mund të jenë katastrofale në dunja dhe mund të jenë të dhimbshme dhe të rrezikshme në ahiret në ditën e gjykimit. Në mesin e atyre gabimeve që ka mundësi njeriu t'i banë në jetën e kësaj dunjaje janë disa gabime, janë disa mëkate të cilat shkaktojnë një rrezik të madh. Cili është rreziku, shkaku i këtyre mëkateve? Allahu azza wa jall këtij njeriu i ban haram xhenetin. Kemi përmendur disa gjëra, disa vepra, disa ibadete që nëse njeriu i ban, Allahu i ban haram xhehenemin. Ky njeri nuk hyn në xhehenem. Mirë po, janë disa gjëra, janë disa gabime që ndoshta ne mund t'i bëjmë në jetën tonë. Mirë po, shkaku i tyre Allahu azza wa jall njeriu t'i ban haram xhenetin e tij. Së pari, i pari i tyre, më i madhi, më i rrezikshmi, me të cilin jemi ndalur shkurtimisht, është shirku, bërja ortak, bërja dy Allahun azza wa jall. E pas këtij mëkati, pas këtij gabimi, gjithashtu është një mëkat i madh, një mëkat i rënd, një mëkat i dhimbshëm, i cili nuk ka qenë në këto troje, i cili nuk ka qenë në këto vende, sidomos në mesin e këtij populli, në mesin e popullit ton. Mirë po, kohën e fundit kemi filluar që ta vërejmë her pas here në njerëz të caktuar, të cilët zgjidhjen e gjenë në këtë mëkat. Cili është ky mëkat? Ky mëkat është mbytja e vetes, vetvërasja, që për fat të keq
Kemi raste të tilla her pas here që ndoshta njerëz, qoftë edhe në moshë, e sidomos njerëz të ri apo të reja, të cilët shkaku i problemeve të shumta të tyre të kësaj dunjaje, shkaku i mendimit të tyre që ato probleme nuk kanë zgjidhje, zgjidhjen e gjejnë që të marrin këtë hapin e rrezikshëm, hapin e dhimbshëm, mbytjen e vetvetes, e cila është katastrofale në dynja, për atë, për familjen, për të gjithë, e mos të flasim sa është rreziku i madh i këtij gabimi në ditën e gjykimit. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka qenë një njeri para jush, i cili është plagosur, i cili është lënduar dhe nuk ka pas mundësi që ta duron dhimbjen e tij. Atëherë që ta largon dhimbjen, atëherë që të përfundon dhimbja e tij, zgjidhjen e gjeti në mbytjen e vetvetes. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, atëherë tha Allahu azza wa jall, badarani abdi bi nafsihi فحرمت عليه الجنة, më parapriu robi me veten e tij, i ban haram gjennetin. Këti njeriu Allahu i ban haram gjennetin. Andaj besimtari, andaj besimtarja, andaj i riu, andaj e reja, asnjëherë nuk duhet të mendon, jo të merr hapin, vetëm të mendon është shumë, vetëm të mendon është e madhe, është e rrezikshme. Asnjëherë vetvrasja nuk mund të jetë zgjidhje. Vetvrasjen e shohin zgjidhje ata që nuk e besojnë Allahun. Vetvrasjen e shohin zgjidhje ata që nuk e besojnë ahiretin, nuk e besojnë xhennetin, nuk e besojnë xhehenemin. Si do ta shes zgjidhje vetvrasjen ai i cili e di që ajo nuk është fundi? Me vdekjen e njeriut nuk është fundi, me vdekjen e njeriut është fillimi i një jete tjetër, ku njeriu do të del para Allahut azza wa jall dhe do të llogaritet dhe në fund ka xhennet dhe ka xhehenem. Vetvrasja nuk është zgjidhje asnjëherë. Fundi i kësaj jete të përfundon në atë mënyrë, të vijë në atë mënyrë, është rrezik i madh. Në dunja është fatkeqësi e madhe, në ahiret fatkeqësia është edhe më e madhe. Këtij njeriu i mbyllet dera e xhennetit. Allahu këtij i ban haram xhennetin. A është zgjidhje një gjë e tillë? A mund të paramendohet një gjë e tillë? A i largon problemet një gjë e tillë? A i largon brengat një gjë e tillë? Ajo do ta shton ty problemin më të madh, rrezikun më të madh, mbylljen e derës së xhenetit. Andaj zgjidhjet në dunja janë shumë, problemet mund të jenë shumë, zgjidhjet janë edhe më shumë, dhe ka mënyra ku i riu dhe e reja mund të drejtohen për problemet e tyre. Mirë po, në këtë mënyrë asnjëherë kjo derë është e rrezikshme, ky hap është i rrezikshëm, nuk duhet besimtari dhe besimtarja asnjëherë të marrin modelet e huaja, të marrin mënyrat e huaja të atyre vendeve dhe të atyre popujve ku nuk kalon ditë pa vetvrasje. Kjo gjë, ky mëkat, ky gabim nuk është zgjidhje asnjëherë për besimtarin. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregoi për një kategori, për një lloj të njerëzve, të cilëve ju bëhet haram xheneti, ata të cilët e mbysin vetveten. Mirë po, ka edhe të tjerë, ka njerëz të caktuar, të cilëve ju mbyllet dera e xhenetit, të cilët bëjnë gabime të tjera, mëkate të tjera. Çfarë mëkate? Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk ja merr muslimanit një gjë pa të drejtë, duke u betuar në Allahun azza wa jall. Nuk ja merr muslimanit as tokën, as vendin, as hisen, as pasurin, as ndonjë gjë tjetër, duke bë mashtrime me notarin, me vulat, me dokumentet, me dëshmitarët, e kështu me radhë, dhe në fund betohet në Allahun, pasha Allahun, kjo është e imja. Mirë po ai e di që nuk është e ti. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, illa harrama Allahu alaihi al-janna, përveç se këtij njeriu Allahu i ban haram
xhennetin e tij dhe ja ban obligim xhehenemin e tij. Tha dikush, ja Rasulullah, nëse është ndonjë gjë e vogël, nëse është e madhe, e kuptojmë, nëse është ndonjë gjë e vogël dhe ja merr me zullum, ja merr me padrejti, ja merr pa hak, ai e di që është fajtor, ai e di që është gabim, mirë por e thanat, i ja merr atë. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, wa in qadibun min arak, wa in qadibun min arak, po qoftë edhe një shkop i një peme, qoftë edhe një shkop i një peme, edhe një shkop, nëse ja merr vëllau tand, edhe një mjet, edhe një gjë, mos flasim për gjëra më të mëdha, nëse ja merr me padrejti, pa hak, betosh në Allahun, sa ajo ty të takon, këti njeriu Allahu i ban haram xhennetin e tij. Besimtari duhet të ketë kujdes nga zullumi, nga padrejtia, nga ngritja e dorës për ta marrë një gjë që nuk i takon atij kundër vëllaut ti. Një mëkat i tillë është i rrezikshëm. Shkaku i këtij mëkati njeriu t'i bëhet haram xhenneti Allahut azza wa jall. Gjithashtu tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai i cili e merr përgjegjësinë e muslimanëve, kur vjen në pyetja përgjegjësia, kandidatët në mesin e njerëzve janë plot dhe se cili e ngrit dorën, unë dua ta marr atë përgjegjësi, unë do të bëhem prisi, unë do të bëhem kryetari, unë do të jem në krye të vendit, mua më takon posti, mua më takon pozita, unë jam meritor, e kështu me radhë, e merr njeriu përgjegjësinë për një vend të muslimanëve, për një pjesë të muslimanëve, për disa banor të caktuar. Fejemutu, wa huwa ghashun lahum, e arrin vdekja duke qenë mashtrues i tyre. Sa premtime, sa mashtrime dhe mashtrime, dhe vjen fundi, kaloj koha, e gjen momenti i vdekjes duke qenë mashtrues. Ku mbetën fjalët? Ku mbetën premtimet? Ku janë realizimet? Ai i cili e merr përgjegjësinë dhe e mashtron një popull, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, këtij njeriu Allahu azza wa jall i ban haram xhennetin e tij. Pra posti, pozita, përgjegjësia nuk është doherë për të krenuar, për të lavdruar, për të mburur. Ajo i ka pasojat e saja nëse njeriu nuk e çon në vend emanetin që e ka marrë mbi supet e tij. Dhe e fundit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjithashtu na tregoi për një gabim të madh i cili mund të bëhet në mesin e njerëzve, apo është bë më shumë në të kaluarën e këtij populli, duke menduar, duke pasur mendim të mirë, po pasojat janë fatale, të rrezikshme. Kur njeriu llogaritet djali i filanit e nuk është djali i filanit. Kur njeriu dikand e llogarit bab, në realitet nuk e ka bab. Kur dikand e llogarit nan, në realitet nuk e ka nan. Kjo i ka pasojat e mëdhaja të saja. Njeriu migjen e vet, dajën e vet e llogarit bab, tezën e vet, hallën e vet e llogarit nan. Çfarë pasoja ka një gjë e tillë? Kjo i prish raportet, i ndan familjet dhe gjaku i cili është një gjak i asaj familje ndahet. Vëllaun e vet e llogarit djaldaja apo djalhalle, e kështu me radhë. Të gjitha këto ndarje nuk i toleron Islami deri në atë shkallë sa që tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men idda, kush supozon, kush i thot dikujt baba im, dhe ai e di që ai nuk është baba i ti, nuk guxon besimtari ti thot dikujt bab, nuk e ka bab, nuk guxon ti thot dikujt nan, nuk e ka nan. Duhet të ndahen këto gjëra, edhe nëse në të kaluarën është vepruar ndryshe, është punuar ndryshe, duhet të sqarohet çdo gjë dhe pastaj mund të respektohet, mund të qëndron në atë familje, mund të shërbet asaj familje, mirë po, duhet të dallohet dhe të jetë e qartë cili është baba, cila është nana, cila është vëllau, e kështu me radhë, e mos flitet kur të vije momenti i ndarjes së trashëgimis, ai djali i cili nuk është i asaj familje, e merr trashëgimin që nuk i takon, bëhen ndarje,
të padrejta që nuk i takon, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, kush supozon, kush i thot dikujt bab, duke e ditë që ai nuk është baba i tij, atij njeriu i bëhet haram xheneti. Pra bëhet fjalë për një gabim të madh, bëhet fjalë për një rrezik të madh. Tha Allahu azza wa jall, ud'uhum li abaihim huwa aqsatu inda Allah. Thirrni ata në emër të baballarëve të tyre. Thiri qartë, pastroni këto gjëra në familje, mos leni, mos toleroni gjëra të tilla në familje, nga se në ato familje do të ketë padrejtësi. Thirrni ashtu siç ju takon. Pra këto janë disa gabime, janë disa mëkate në të cilat njeriu mund të bie, në të cilat njeriu mund të gjendet. Besimtari duhet të ketë kujdes nga çdo mëkat, i madh dhe i vogël, e sidomos ndaj atij mëkati, shkaku i të cilit ka mundësi që t'i bëhet haram xheneti Allahut azza wa jall. Në ditën e gjykimit do të dalin njerëzit para Allahut, por disa njerëz dera e xhenetit është e mbyllur. Haram për ty është që ti me hi në xhennet. Sa është rreziku i madh, rreziku është tepër i madh. Besimtari duhet të kujdeset, e në momentin që bëhet gabimi, duhet të bëhet përmirësimi dhe pendimi. Ne lutim Allahun azza wa jall, Allahu të na ruan prej mëkateve, shkaku i të cilave ju bëhet njerëzve haram xheneti. Allahu të na ruan prej gjunaheve të cilat shkaktojnë hidhrimin Allahut. Allahu të na ruan prej gabimeve të cilat shkaktojnë dënimin Allahut. Lutim Allahun azza wa jall, Allahu në rrugën e tij të na udhëzon. Në Islam Allahu të na forcon, të na mundson të jetojmë me iman dhe të vdesim me la ilaha illa Allah dhe të dalim para Allahut faqebardh. Lutim Allahun azza wa jall, muslimanët kudo që janë, Allahu t'i ndihmon. Gjendjen e tyre Allahu ta lehtëson. Të varfërit tanë Allahu t'i pasuron, të sëmurët tanë Allahu t'i shëron, të vdekurit tanë Allahu t'i mëshiron. Lutim Allahun azza wa jall, nga dënimi i tij të na shpëton, në Jannatul Firdaus të na bashkon. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.